Bilali radiallahu ta'ala anhu ka qenë prej të parëve që kanë shpall apo e kanë shfaq para njerëzve islamin e tyre. Se Bilali ka shfaq pastaj islamin e tij. Edhe haptas nuk është lodhë se shka i bojnë ata e s'ka. Kanë qenë edhe disa sahabi tjerë, si familja Ammar ibn Yasir e disa të tjerë, Miqdadi e plot, që gjithë, kur kanë fillu me u torturu, i kanë rapi shman. Se prej të parve që kanë përhap islamin ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Ammar ibn Yasir, nona e tij Sumeja, Bilali, Suhejbi, Miqdadi e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbrojt mingja i tij Abu Talib. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka mbrojt familje e tij, ndërsa këta tjerë të kërkush si ka mbrojt. S'ka pas kush i mbrojt. Edhe janë torturu aq shumë sa që shumica absolute prej tyre janë kthy. Jo janë kthy, me thonë kështu, po kanë shqiptu fjalën e kufrit edhe i kanë liru. E që kjo në rastet të tilla lejohet, kur dikush torturohet, edhe illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përveç atyre që torturora, mo zemra e tyre është e mbushur me iman. Sa që Ammar ibn Yasir, kur e ka thonën fjalën e kufrit që bëj kufër Allahut, ka qajt shumë deri sa ka shku është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonën kam vepru kështu. Pejgamberi thot kejfe tejidu qalbak. Si po e gjen zemrën tonde? Apo e gjen zemrën tonde që po anon ka kufri, thot e gjej zemrën teme mutma'innun bil iman, është e bindur thellë në ekzistimin e Allahut, po torturimi që na i ka bëhen ka qenë shkak që unë me thon atë fjalë. Amo Bilali ja. Dynjoja dhe shak ka në ta, ati ju ka duk e lehet. Bile ka arë në disa transmetime, kur e kanë vetë Bilalin, se çka të ka bo tyje, mos me e thonë fjallën e kufrit në ato momente, ka thonë i kam qitë në peshoj 2 sene. Ëmbëlsinë e besimit të cilën e kam ndje unë, edhe dënimin edhe torturat që mi kam bo me kasët. Ja ka pëshua ëmbëlsia e besimit. Edhe ma, thot, nuk jam lodh për këtë punë. A e kuptut këtë? I kam pëshu, cila po anon më shumë. Ëmbëlsia e besimit thot ka anuën më shumë se saja, edhe më nuk jam lodh për këtë punë. Atë shumë e kanë torturu, sa që me ditë të tëra, që tash e kanë zjerë në diell, edhe mbi gjoksin e tij kanë hodhë gur të mëdhaj, edhe fjalët e tij të vetme kanë qenë radiallahu ta'ala anhu, ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah është një, s'ka zot tjetër ti që meriton adhurim. Sa që zotërinjet e tij janë ndërzu, kanë pas që veç me hik qafe Bilalin. Veç me hik qafe. Amo që është tek Zoti kur don që të shiliran punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë pranë tyre, edhe i shetu torturu. I përgëzon familjen e Jasirit, familja Jasirit me xhenet, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul janna. Bani sabër se fundi juve është xheneti. Kur e sheh Bilalin në gjendje, çka me bo, vetë nuk i ka renet me liru prej robrisë, me ble. Shkon të Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, thot Bilali bre, që qështu karë? Ju ka dhimë shumë, thot Bilali bre, qështu mi apo punës ti? Sinin Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, me njëherë drejtohet edhe shkon, thot sa pëshet. Ka arë në transmitime me Khamset Uqije, qmemi i lirë, jo i shtrejt, se ata kanë dasht veç me hek qafe. Bile, Ebu Bekri thot tem, u kryky mapet, me njëhe për e liraj. Thot Ibn Khalef, si kur të kishe kërku prej meje Ebu Bekri, edhe me një uqije, shumë lirë, kisha me ta dhonë. Se me këto ka dash me thonë aj se Bilali kur farë vlerë të onë s'ka. Amo Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, nuk ka qenë i meqë. Pasha Zotin, thot, si kur të ma kishe mojt 100 uqije, unë e kisha pli. Se kisha diskutu këtë punë. Dhe ti
Bilal e ka këtë vlera më tonë ja. Kur e ka liru Bilal, kur e ka morë Bilalin, tash nuk i ka thonë se ti më je robi jemi. Tho ti e I lirë për hir të Allahut xhalla wala. Kështu ka qenë fillet e Islamit Bilalit radiallahu ta'ala anhu. Prej atyre momenteve, mo Bilali kur nuk ju ka nda pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur se nda. Ka shku pejgamberi Bilali radiallahu ta'ala anhu me ta. Është përmend si kur hija pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e qenë. Kështu ka jetu Bilali